shqiptarët në Zvicër janë faktor tash. Pa i përket profesionet, është e vërtet që shumica me një kohë caktuar kanë ardhur prej Kosovës. Edhe kanë bili ja kanë rifillu prap fakultetin. Sa dolin dy mrekulli. Njëna është që shumica kanë lindë atje. Dhe po flasim për gjeneratat të reja, do që edhe studenta ka shumë në Zvicër që janë shqiptarë. Shqiptarët në Zvicër janë faktor tash. Ta du të me kuptu, edhe janë një pesh. Edhe aja mu shkam krenan është vajza, gra, ka shumë që janë fokusizu dhe më honë profesionit inxinjerike. Na i kemi 25% të antarë që janë dhe honë gjinjes femnore. Kjo është një sukses tepër i madh. Nuk do të ta anashkalojmë, edhe këtë do të ta valorizojmë do honë si mindset të ri. Unë prap, neve ndoshta shka na dallon për tjera struktura. Tjera struktura është që ne ka dojmë të krijojmë një mindset të ri të organizimit, qysh të kemi impact mrena neve, atje si diasporë, se na jemi të interesuar dhe shka ndodh në Zvicër, më mirë me temat të ndryshme shoqërore atje, po edhe qërshi janë torte me vendet tona të origjinës. E këtu tash është... Kjo është bukuria e gjithë asaj, ha?